تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devijon, dhe ka devijon Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të temave dhe haditheve që jemi duke i lexuar, vazhdojnë hadithe që kanë të bëjnë me disa lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe jemi të tema ku ka thënë autori rahimahullah, babu duai inda al-karb. Do të thonë lutja në breng ose vështirësi, do të thonë lutja në lidhje me brengën dhe mërzinë. كثان حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. دثت برا ما كنت زنجير تنسمتني من بخاري رحمه الله nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur kishte vështirësi ose breng, lutej me këtë lutje: La ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wal ard wa rabbul arsh al-azim. Do të thënë, pra kuptimi është nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të madhërismit, të butit, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të arshit madhështor. Fjala kerb në gjuhën arabe do të thonë një ngushticë ose vështirësi që e ndjen njeriu shpirtërisht, që i thuhet për në definicionin në gjuhën arabe, do të thonë është diçka që ta vështirëson frymëmarrjen. Yarhamukallah. Do të thonë është një gjendje ku njeriu ka brenga ose mërzi, pikëllim, do një vështirësi që i ka ndodhur, për shkak të cilit e di se cili njeri se vështirësohet frymëmarrja. Do të thonë, prandaj her pas here njeriu ofsham, do të thonë nxjerr ofshama kur ka ndonjë breng të tillë, do të thonë se nuk ngopet me frymë, do të thonë nga kjo gjendje. Dhe kjo është gjendje e vështirë që e dobëson njeriu shpirtërisht edhe e dobëson edhe fizikisht. Edhe nuk ka pastaj mundësi që të jetë aktiv për të adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe për këtë shkak gjithmonë kërkohet mbrojtja te Allahu nga kjo gjendje, do të thonë që të jetë njeriu çdo herë në situatë që është aktiv, do të thonë dhe me ka fuqi për ta adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po kur t'i ndodh njeriut, kur t'i ndodh ajo kjo gjendje, do të thonë ky pikëllim ose ky ngushtim i ndodh, atëherë gjithashtu i lutet Allahut që t'ja largoj dhe t'ja lehtësoj atë.
Dhe lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje ka qenë kjo që u përmend la ilaha illa Allahu al-azim al-halim. Do të thonë që është shprehje e tauhidit dhe shprehje e madhrimit të Allahut subhanahu wa taala me emrat dhe cilësitë e tij. Dhe kjo është lutja më e mirë. Dhe gjithashtu është përmendur se prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vështirësi dhe ngushticë ka qenë hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Do të thonë më mjafton Allahu dhe ai është mbështetja më e mirë. Dhe lutjet tjera që disa do t'i përmendim, lutje do thotë që janë në këtë gjendje që duhet t'i bëjë njeriu. Si është, do të thonë, ka thonë pra në transmetim tjetër, gjithashtu që transmeton Imam Bukhari rahimahullah, se është lutur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Do të thonë, na mjafton Allahu dhe është mbështetja më e mirë. Yarhamukallah. Dhe ka thonë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë lutje është lutur Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur është hedhur në zjarr, ose do të thënë pra në transmetimin e Imam Bukharit thotë se me këtë lutje është lutur Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur është hedhur në zjarr dhe është lutur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hendekut kur janë mbledhur njerëzit. Dhe kanë thonë munafikët, kanë thonë, thotë Allahu subhanahu wa taala se idh qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Do të thonë njerëzit janë për qëllim munafikët, u kanë thonë sahabeve, besimtarve, të gjithë njerëzit janë mbledhur kundër jush. Prandaj friksohuni. Edhe atëherë ata kanë thonë thotë Allahu fazadahum imanan, kurse kjo u ashtoi edhe më shumë imanin, më shumë bindjen në Allahun subhanahu wa taala, dhe kanë thënë hasbunallahu wa ni'mal wakil. Do të thonë mbrojtja jon ose na mjafton Allahu i lartësuar dhe ai është mbrojtësi dhe është mbështetja më e mirë ai subhanahu wa taala. Edhe prandaj është largu ajo brenga, ajo vështirësi prej besimtarëve, do të thonë me këtë mbështetje. Këtu në hadithin që e kemi është thot Abdullah ibn Abbas kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karb. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam lutej në vështirësi dhe ngushtim, lutej me këtë lutje. Dhe kur ta shohim këtë lutje është la ilaha illa Allah. Do thotë është vetëm dhikr i tauhidit, nuk ka kërkesë. Do thënë kurse lutja është ajo që kuptojmë, do të thënë e kupton njeriu, është kur kërkon diçka. Kam thënë dietarët se në lidhje me këtë, pse është quajtur ky dhikr lutje? Ka dy kuptime. Njëri është se përmendja, do të thënë, ose lëvdata ndaj bujarit është kërkesë. Do të thënë kjo është si rregull, thotë kur e lëvdon atë që është bujar, do të thënë nënkupton kërkesë. Prandaj kur lavdrohet Allahu subhanahu wa taala, do të thënë është shprehje kërkesës. Edhe pastaj prej krijesave, edhe prej njerëzve, ai që është bujar me të vërtetë, edhe njeri fisnik, pra nëse i thuren lëvdata, i thuhet se ti je shumë bujar, u ndihmon njerëzve kështu me radhë, ai e kupton sikur kërkesë, do të thënë edhe mundohet ta plotësoj atë kërkesë. Kurse për Allahun subhanahu wa taala është shembulli më i lartë, edhe ai është bujari absolut, prandaj vetëm përmendja e tij me lëvdata kur njeriu ka ndonjë nevojë, do të thënë vetëm përmendja, dhe Allahu është i gjithdijshëm për nevojat e robërve të tij. Prandaj vetëm kjo shprehje e tauhidit dhe shprehje e emrave dhe cilësive të Allahut për madhrim dhe lavdrim të tij është e mjaftueshme. Si ka thonë Yunusi alayhi salatu wassalam, kur ka qenë në këtë vështirësinë dhe ngushticën më të madhe, ka thënë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Do të thënë nuk ka të adhuruar të drejtë posteje, i lartësuar, i pastër nga çdo emet i tij,
unë i kam bërë padrejtësi vetvetes, edhe Allahu pastaj në vazhdim thot fastajabna lahu. Do të thënë dhe ju përgjigjëm. Do të thënë për sigur do thot kjo ka qenë lutje prej tij. Ky madhrimi i Allahut subhanahu wa taala, do të thënë dhe ju përgjigjëm dhe shpëtuam nga kjo ngushticë dhe vështirësi. Edhe kjo është, do të thënë, ky është njëri kuptim. Pse është quajtur ky dhikr, është quajtur dua. Edhe nëse ju kujtohet te libri Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah kemi përmendur se prej dobive të dhikrit, se dhikri është më i te libri Imam Ibn al-Qayyimit, do të thënë shiu i bollshëm, al-wabil as-sayyib. Kemi përmendur se ka thënë që dhikri është më i vlefshëm se lutja, edhe një prej atyre aspekteve është kjo se thot me përmendjen e Allahut dhe me madhrimin e Allahut, njeriu fiton më shumë edhe prej nevojave të tij të dunjas ose të ahiretit, të fesë, fiton më shumë se sa duke i kërkuar ato. Do thënë siç kanë vepruar pejgamberët e Allahut, si këtu Yunusi alayhis salam, gjithashtu është përmendur për Musain alayhis salatu wassalam, po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këto vështirësi kanë thonë vetëm madhrim dhe shprehje të tauhidit. La ilaha illa Allah. Ose disa dietarë të tjerë kanë thonë se ka quajtur Abdullah ibn Abbasi këtë dua, pasi me këtë fillohet duaja. Do thotë është e ditur prej etikës duas, do të thënë dhe rregullave të bukura të lutjes që ja drejton njeriu Allahut subhanahu wa taala, është që të filloj me madhrimin e emrit Allahut. Jo të filloj direkt me kërkesën, por e madhron Allahun subhanahu wa taala, e shpreh tauhidin, emrat dhe cilësitë e Allahut, pastaj vazhdon me kërkesat që i ka, me lutjen, do të thënë, prandaj është quajtur pra kana yad'u 'inda al-karb, do të thënë, pra në vështirësi është lutur me këtë, pra ka filluar me këtë fjalë. Wallahu a'lam. Kanë përmendur gjithashtu prej historive të selefëve, thënë është që e kanë përdorur këtë lutje në vështirësi, edhe kanë parë me njëherë zgjidhjen dhe rrugdaljen si ka ardhur. Do thotë siç është me një rast ku është burgosur Abu Bakr ibn Ali, dhe thot ka pa Abu Bakr al-Razi në ëndër. E ka parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se i ka thonë, thuaj Abu Bakr ibn Aliut që të lutet me lutjen e ngushticës ose vështirësisë që është në Sahihul Bukhari. Edhe Allahu do t'ia largojë atij. Pastaj kur është ngritur mëngjes, ka shku tek ai dhe i ka thonë, dhe ai është lutur me këtë lutje, pra la ilaha illallahu al-azimul halim deri në fund. Dhe thot vetëm pas një kohe të shkurt, do të thënë pas disa minutave ose orëve, do thot ka ardhur urdhri për lirimin e tij prej burgut. Po ashtu thot Walid ibn Abdul Malik i ka dërguar letër Uthman ibn Hayyanit, ka thënë merre Hasan ibn al-Hasan edhe rrihet, do të thënë, me 100 kamxhik dhe ndaloje, bëje para njerëzve, do të thënë, pra që t'jetë dënim për ta. Thot, kur e kanë sjell, ka thënë Ali ibn al-Husayn, i ka thënë, jebne am, o djali xhaxhait, do të thënë o kushri, ka thënë thuj fjalët e zgjidhjes së vështirësisë. Edhe Allahu do ta zgjedh këtë vështirësi, dhe e ka thënë këtë, do të thënë që është përmendur në këtë hadith, dhe kur e kanë sjell, do të thënë për ta ekzekutuar dënimin ndaj tij. Kur e ka thënë këtë fjalë dhe e ka ngritur kokën, e ka pa, do të thënë, Uthman ibn Hayyanin, dhe i ka thënë Uthman ibn Hayyan, ara wajha rajulin kudhiba alayhi. Do të thënë, shoh fytyrën e njeriu ndaj të cilit është bërë shpifje. Do të thënë, nuk është kjo akuzë vërtet. Prandaj ka thënë lirojeni, kurse unë do t'i dërgoj letër khalifes, do të thënë që ta tregoj arsyen e këtij. Do thotë më njëherë pas përmendjes së kësaj lutje. Gjithashtu Hasan
El Basri ka thënë se më ka dërgu letër dhët Haxhaxhi, edhe do të thënë ka dërgu Haxhaxhi për dënim, do thot dikant, dhe thot Hasan el Basri unë thash la ilaha illa Allahu al-Halim al-Karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Atëherë Haxhaxhi ka thënë wallahi laqad arsaltu ilejka wa ana uridu qatlak. Do të thënë pra ose e ka dërguar dikon që ta marrin, ta sjellin ata. Ka thënë unë i dërgova ato i dërgova ata, do të thënë, dhe kam pas qëllim që të vras, do të thënë, dënim me vdekje. Mirë po, thot fala anta al-yawma ahabbu ilayya min kadha wa kadha, kurse sot ti je më i dashur për mua, do të thënë këtë moment tani ti je më i dashur për mua se kështu e kështu, ose ka thënë trego çfarë nevoje ke, pra që kërkom që të t'jap. Do thot pra pa dyshim këto lutje që janë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu duhet t'i bëj me kuptim të plot dhe me bindje të paluhatshme. T'i bëj me bindje, me mbështetje të plotë Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse në këto lutje do të thënë ka kuptime shumë madhështore. Këtu fillon kjo lutje me përmendjen e emrit Allahut që është Ilah, do të thënë i adhuruari, Perëndia i vërtet, që nuk ka të adhuruar të drejt përveç atij subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot la ilaha illa Allah. Pra nuk ka të adhuruar të drejt, nuk ka perëndi që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë kur e thot këtë njeriu e di se Allahu është i adhuruar i tij dhe Allahu është Zoti i tij. Edhe atë që ja ka caktuar Allahu është për të mirën e tij. Nuk ja ka sjell Allahu këtë vështirësi që ta shkatërroj ose ta dëmtoj ose ta dobësoj, po ja ka sjell këtë vështirësi që ta pastroj prej gjunaheve edhe ta ngrer në gradë të larta. Do të thënë fillimisht të di se Zoti i tij dhe i adhuruari i tij i vetëm, i drejtë dhe me të drejtë, i sakt, nuk ja ka sjell këtë vështirësi, nuk ja ka caktuar për ta dëmtuar, por për ta shpërblyer dhe për ta ngritur. Edhe gjithashtu e di se do të thënë kjo me këto vështirësi që vijnë, me këto sprova në dunja, dhe kur njeriu është durimtar, edhe di se Allahu është Zoti i tij, atëherë do të thënë këto bëhen shkak për të hyrë në xhenet. Edhe kjo është arritja më e madhe. Edhe siç është, do thotë, është një sprov dhe një vështirësi që ja dërgon Allahu secilit rob të tij, edhe më të dashurve, që është vdekja. Kurse Allahu ka thënë, pra vdekja është diçka që do të thënë nuk dua t'ja bëj robit tim, sepse ai e urren vdekjen dhe unë e urrej t'i bëj diçka që s'do ai. Do të thënë e do Allahu robin e tij, por ja dërgon vdekjen. Edhe duhet ta kalojë secili rob këtë vështirësinë e vdekjes edhe këtë fazë, do të thënë më të rëndën të ekzistimit të tij. Por pse vjen vdekja? Do të thënë që Allahu ta afrojë edhe më shumë, edhe ta fusë në xhenet. Do të thënë që të vinë këto shpërblime. Do thotë pasi edhe ardhja e vdekjes nga Zoti jon subhanahu wa ta'ala që na vjen, do të thënë edhe nëse është njeriu prej robërve më të dashur të Allahut, kjo sjellja e vdekjes është për t'i dhënë një ngritje më të madhe, edhe për t'i dhënë shpërblim më të madh. Edhe atëherë e kupton njeriu, do të thënë sipas fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo dunja është burg për besimtarin dhe është xhenet për mosbesimtarin. Prandaj kur i vjen vdekja, do të thënë për besimtarin e dashur tek Allahu është lirim prej këtij burgu, edhe ngritje në grada të larta. Edhe vështirësitë tjera që vinë në dunja duhet ta ketë parasysh, pra njeriu kur e thot la ilaha illa Allah, do thotë duhet ta ketë këtë bindje në zemrën e tij, pasi thot se unë nuk e adhuroj askënd përveç Allahut, do thënë di se Allahu është Zoti im, edhe atë që ma ka caktuar është për të mirën time. Pastaj ka thënë do të thënë vazhdon el azimul halim, do të thënë i madhrishmi, madhështori,
që do të thonë se Allahu është më i madhi se gjithçka. Edhe nuk ka diçka të madhe për Allahun që mos mundet ta largoj ose ta ndryshoj. Prandaj edhe kjo brengë edhe vështirësi, ngushticë, pa marrë parasysh sa është e madhe për robin dhe për krijesën, kur e thot këtë emër të Allahut, do të thonë Allahu është më i madhi. Edhe është madhështori absolut subhanahu wa taala. Për këtë shkak robi nuk guxon, do të thonë në këtë moment këtë mendim të keq për Allahun, edhe dyshoj a do të më largoj këtë vështirësi ose jo. Por është me bindje se Allahu është më i madhi. Prandaj thot la ilaha illallah, me atë kuptim që e tham, el azim, do të thonë i madhrishmi, madhështori, që nuk ka asgjë më të madhe se ai. Edhe nuk mundet të jetë kjo breng ose kjo vështirësi, do të thonë e madhe për Allahun subhanahu wa taala që mos mund ta ndryshoj. El halim, po ashtu i buti, fjala hilm edhe emri el halim e kemi përmendur në raste të tjera se ka dy kuptime dhe njëri ai që është me rëndësi, do të thënë në këtë kontekst kësaj lutje është se Allahu ka butësi ndaj robërve të tij. Pra kthehemi prapë te kuptimin fillim se Allahu nuk ja ka sjell këto sprova, do të thënë për shkatrim robit. Dhe gjithashtu butësia e Allahut është e atill që nuk nxiton me dënimin. Do të thënë edhe pse robi bën vepra me të cilat e meriton dënimin e Allahut, edhe për këtë shkak, pra kur e përmend këtë emër, nuk guxon njeriu të mendoj se kjo është dënim që më ka ardhur mua, se unë jam shumë larg prej Allahut edhe Allahu më ka sjell dënimin. Pra e përmend emrin El Halim, që do të thonë se Allahu është i butë dhe nuk nxiton me sjelljen e dënimit, por e duron robin e tij, i jep të mira, që ja mundson gjithashtu të kthehet, të pendohet dhe të afrohet te Allahu subhanahu wa taala, e kështu me radhë. Do të thonë, prandaj përmendja e këtyre emrave është që të përkujtohet njeriu për këtë realitet. Pastaj ka thënë në transmetimin tjetër, të lexojmë hadithin më vonë, në vazhdim është la ilaha illallah rabbul arshil azim. Do të thënë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që Zoti i arshit madhështor. Edhe këtë e përmend, e kupton, do të thënë njeriu se Allahu është mbi të gjitha krijesat e tij dhe ai mban këto krijesa madhështore, edhe i sundon ato, i kontrollon. Do të thënë kjo breng që për ty duket e madhe, do të thotë nuk është e madhe për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Do të thënë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që është Zoti i qiejve dhe Zoti i tokës. Këtu në këtë transmetim rabbus samawati wal ard, do të thënë Zoti i qiejve dhe i tokës, wa rabbul arshil azim, edhe Zoti i arshit madhështor. Këtu në këtë transmetim tjetër rabbul arshil karim, do të thënë Zoti i arshit fisnik, do të thënë i fronit të madhrishëm. Kur i thot njeriu me këto, do të thënë këto kuptime, me përqendrim, me kuptim të këtyre domethënieve dhe me bindje në atë që e thot, atëherë vetëm me thënien e dhikrit largohet mërzia dhe brenga nga zemra. Do të thënë kur e di se Allahu është Zoti i tij, që ja ka sjell këtë caktim, i cili është për të mirën e robit, dhe Allahu është më i kujdesshëm për robin e tij sesa robi për veten e vet, dhe Allahu është i gjithdijshëm për të mirat, që do të thënë për çdo gjë, Allahu është i gjithdijshëm, dhe robi edhe nëse mendon se është diçka në të mirën e tij ose ndonjë çështje mund të mendoj se është në keqen e tij, por nuk është robi që e përfshin gjithë diturinë për realitetin. Ai është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu, do të thënë me këtë bindje, edhe pastaj për ndryshimin e saj është i bindur se Allahu është më i madh dhe nuk është e rëndë për Allahun që ta ndryshojë, dhe Allahu është Halim, do të thënë i butë dhe durimtar ndaj robit të tij, nuk e
nuk e nxiton dënimin ndaj tij, por i çon zgjidhje dhe rrugdalje, edhe është Zoti i qiejve dhe i tokës, Zoti i arshit madhështor, fisnik. Domethënë, atëherë vetëm me kuptimet, domethëniet e këtij dhikri, do thotë i lehtësohet në zemër dhe në gjoksin e tij. Pastaj, domethënë, njeriu gjithashtu e ka shpresën e paluhatshme se Allahu do t'ja përmirësoj këtë gjendje. Pastaj në hadithin e radhës, thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه. Domethënë me këtë transmetim, me këtë zinxhir transmetohet nga Abdulrahmani, i biri i Abu Bekras radhiyallahu anhu, se pra thot Abdulrahmani se i ka thënë babait të tij, ja abati inni asma'uka tad'u kull ghadatin, domethënë babi im i ka thënë unë të dëgjoj që çdo mëngjes ti lutesh me këtë lutje, me këtë fjalë, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Këtë e thua 3 herë çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Dhe thua Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri, la ilaha illa ant. Edhe këtë e përsërit 3 herë në mbrëmje dhe në mëngjes, 3 herë gjithashtu. Pra i ka thënë pse i thua këto, ka thënë Abu Bekra radhiyallahu anhu, ka thënë naam ya bunayya, po birim, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke i thënë këto fjalë. Dhe unë dua, thotwa, ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Pra dua që ta ndjek sunetin e tij, të vazhdoj në rrugën e tij. Pra kështu sahabët për dhikrin, për lutjet, pra kanë dashur që gjithmonë të jenë vetëm në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo të shpikin lutje ose format adhurimit, sepse për të shpikur dhe për të formuluar fjalë, pra sahabët kanë qenë më të fuqishmit nga gjithë ky umet edhe nga i gjithë njerëzimi, domethënë për të formuluar fjalë kështu me radhë, për të bërë shprehje prekse edhe për të bërë shprehje të fuqishme, kanë qenë domethënë të aftë. Mirë po nuk kanë dashur që të bëjnë diçka tjetër përveç asaj që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pasi i ka dëgjuar këto fjalë që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, unë dua që të vazhdoj ta ndjek sunetin e tij. Edhe nuk e ka lënë asnjëherë, asnjë ditë, mëngjes dhe mbrëmje pa i thënë këto fjalë. Dhe pastaj thot Abu Bekra radhiyallahu anhu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, da'watul makrub, lutja e atij që ka vështirësi, ose atij që ka dhe një mërzi dhe breng, është që thot, Allahumma rahmataka arju, wa fala takilni ila nafsi tarfata ayn, wa aslih li sha'ni kullahu, la ilaha illa ant. Kam thonë, o Allah, mirë, do ta përkthejmë një herë nga e para. Në fillim, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Do të thonë, o Allah, më jep mbrojtje, afia, këtë kemi përmendur shumë herë, do thotë më jep mbrojtje dhe shpëtim. Që do të thonë, më ruaj nga çdo dëmtim dhe sprov ose vështirësi në trupin tim. Allahumma afini fi badani, më jep këtë mbrojtje dhe shpëtim në trupin tim. Allahumma afini fi sam'i, më jep mbrojtje dhe shpëtim, më jep afie në dëgjimin tim dhe më jep afie, mbrojtje dhe shpëtim në shikimin tim, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Këtë e ka thonë 3 herë. Kërkimi i mbrojtjes, edhe pra kur ka ardhur tema e kësaj fjale, afie, kemi thonë se nuk di diçka në gjuhën shqipe që mund të jetë e përshtatshme me këtë fjalë. Kjo do të thonë, pra afie do thotë që mos jeti prekur nga asnjë dëmtim
ose nga asnjë dëm, do të thonë, mos jeti prekur njeriu nga asnjë dëm. Këtë përfshin fjala afia. Edhe kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhaxhait të tij Abbasit, is'alillaha al-afia, kërkoj Allahut afia. Edhe ka thënë ja ka përsëritur këtë lutje sepse i ka thënë se kjo i përfshin të mirat të gjitha të mirat të dunjas dhe ahiretit. Se do të thotë që njeriu kur e kërkon afien e përgjithshme, është, do të thonë, që të ketë mos ketë sprov ose devijim ose dëm në fenë e tij, edhe mos ketë dëme dhe probleme në jetën e tij, dhe gjithashtu mos ketë dëme ose dënim në ahiretin e tij. Edhe këtu, kurse këtu në këtë lutje është specifike për trupin. Do të thonë që i përfshin gjitha këto të mirat e fesë dhe të dunjas dhe ahiretit. Do të thonë, më jep mbrojtje në trupin e tim, në trupin tim, thotë që mos kem dëmtim as fizik, as brenda në shpirtin, do të thonë që mos ketë devijim ose largim për luhatje në fe. Pastaj pas përmendjes trupit e ka përmendur në veçanti dëgjimin dhe shikimin, që është do të thonë hyn te pjesa kur thot njeriu më mbroj në trupin tim, gjithë trupin, por në veçanti e ka përmendur dëgjimin dhe shikimin që janë pjesët më të rëndësishme të trupit. Do të thonë se përmes dëgjimit dhe shikimit njeriu e kupton udhëzimin, do të thonë ato janë dritare të udhëzimit, i dëgjon argumentet e Allahut edhe i sheh argumentet e Allahut përmes këtyre dy shqisave. Prandaj kërkon mbrojtje, do të thonë që mos më vinë nga këto dy dritare, kemi përmendur më herët, do të thonë diçka që ma dëmton zemrën, ose ma dobëson imanin, ose ma dëmton, do të thonë, udhëzimin, pra më jep mbrojtje në dëgjim dhe shikim. Edhe kjo mbrojtja që do të thonë që të jetë shëndeti i plot i dëgjimit dhe shikimit. Dhe shëndeti i plot do të thonë që ta dëgjoj robi udhëzimin dhe ta pranoj atë dhe t'i shoh argumentet e Allahut, t'i pranoj ato. Kjo është shëndeti i vërtet i dëgjimit dhe shikimit. Edhe në fund la ilaha illa ant, do të thonë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Pra gjitha këto lutje duke bërë tawassul, do të thonë duke u mundu që njeriu t'i afrohet Allahut me shprehjen e tauhidit. Pastaj në pjesën tjetër, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Do të thonë Allah, kërkoj mbrojtjet e tij ose strehohem të tij nga kufri dhe varfëria. Do të thonë mos bie në devijimin e kufrit, edhe kjo është fundi i devijimit. Dhe kur kërkon njeriu mbrojtje nga rezultati, do të thonë kërkon edhe nga shkaqet që çojnë drejt atij rezultati. Dhe padyshim se fundi i devijimit është kufri. Edhe qëllimi i shejtanit është që njeriu ta nxjerrë nga Islami në kufër. Ky është qëllimi. Mirpo kur nuk mund ta arrijë direkt, atëherë mundohet me shkallë tjera. Do të thonë duke e futur në bidate, po nëse nuk mundet në bidate, atëherë në mëkate, nëse nuk mundet mëkate të mëdha, atëherë në mëkate të vogla, kështu, do thotë duke e larguar njeriu nga rruga e drejtë. Edhe prandaj kanë thënë dietarët se bidati është posta e kufrit. Do thonë duke u mësu njeriu që ta kundërshtojë rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë një ditë, do të thonë nuk është e çuditshme që del në kufër. Siç ka thënë Imam Ahmedi në lidhje me ajetin, thot Allahu falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Do të thonë le të jenë të paralajmëruar ata që kundërshtojnë urdhrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se do t'ju ndodh atyre një fitne. Dhe Imam Ahmedi ka thënë, a dini çka është fitne? Fitne është kufri, se njeriu kur ja lejon vetvetes ta kundërshtojë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë i devijon zemra dhe del krejtësisht prej Islamit. Për këtë shkak duhet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sunetin e tij, kapeni me dhëmball. Do të thonë duhet shtrëngimi të jetë shumë i fortë i sunetit dhe të jetë kujdesi shumë i madh
që njeriu mos lëviz asnjë milimetër, domethënë nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse lëshohet edhe fillon të largohet, nuk e di se ku mund të përfundoj. Për këtë shkak vazhdimisht i lutet Allahu subhanahu wa taala për mbrojtje dhe Allahu i lartësuar ka thonë, pra e ka përmendur kufrin gjithashtu. Wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Domethënë, si ka mundësi që ju të bëni kufër, pra dilni prej islamit, që domethënë është një garancë nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund që dilni në kufër përderisa në mesin tuaj lexohen fjalët e Allahut dhe në mesin tuaj është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, përderisa jeni të kapur për Kur'anin dhe Sunetin, Allahu ju jep mbrojtje nga kufri. Dhe nëse e lëshoni këtë litar, atëherë shumë shpejt mund të përfundoni edhe në kufër. Për këtë shkak në këtë lutje kur njeriu lutet për mbrojtje nga kufri, do të thënë kërkon mbrojtje nga të gjitha rrugët dhe të gjitha format e devimit që çojnë drejt kufrit. Wal faqr, po ashtu edhe kërkon mbrojtje nga varfëria, sepse varfëria është do të thënë gjendje që e bën njeriu të largohet nga rruga e Allahut. Do të thotë, sidomos nëse ka mungesë të durimit, varfëria, do të thënë me këtë kuptimin e fjalës faqr, do të thënë varfëri e rëndë edhe e lodhshme, kur njeriu nuk mund t'i plotësoj nevojat esenciale, nevojat thelbësore, atëherë kjo është gjendje e rrezikshme, se bëhet më i dobët për manipulim, kurse ajo varfëri që është që tregon modesti, domethënë i thuhet meskene, domethënë që njeriu të jetë miskin, do të ketë për ato nevojat themelore i ka, por nuk i ka të gjitha nevojat që i dëshiron, domethënë të gjitha dëshirat. Kjo nuk është gjendje e keqe. Në këtë gjendje ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shumë prej sahabeve dhe shumë prej njerëzve të mirë. Por kërkohet mbrojtje tek Allahu nga faqr, do të thënë që mos jetë nevojtar për krijesat. Atëherë do të thënë bëhet njeriu shumë i varur edhe shumë i dobët, edhe atëherë mund të lakohet nga armiqtë e tij, do të thënë lakohet nga shejtani ose nga armiqtë e tjerë. Për këtë shkak, do të thënë mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Pra strehohet te Allahu nga kufri dhe varfëria. Edhe Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri. Edhe kërkojmë mbrojtje të tij ose strehohem te ti nga dënimi i varrit. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Pastaj në lutjen tjetër që ja ka tregu Ebu Bekra, djalit të tij, Abdulrahmanit, i ka thonë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da'watul makrub, do të thonë lutjet e atij që ka vështirësi, cilat janë, edhe kjo është në transmetim tjetër, do të thonë po ashtu ka thonë mëngjes dhe mbrëmje, që e ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Fatimen ose dikon prej sahabeve, Allahu a'lam. Do të thonë ka thonë që ti thot këto në mëngjes, këto fjalë, Allahumma rahmataka arju, o Allah, mëshirën tënde e shpresoj. Do të thonë i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me këtë afrim. Kjo është, siç i thuhet, si trokitje në derën e mbretit. Pra, o Allah, mëshirën tënde e kërkoj, mëshirën tënde e shpresoj. Allahumma rahmataka arju. Wala takilni ila nafsi tarfat ayn. Mos më lër të mbështetur në veten time, ose si më thon, mos më lër në dorën e vetes time, në dorën e nefsit tim. Por më merr ti në mbrojtjen tënde edhe kujdesin tënd, mos më lër mu të mbështetem në veten time. Kjo është, e dini kur njeriu i friksohet dikujt, edhe i thot atij që tek i cili ka pas shpresë, i thot mos më lë në dorën e filanit, sepse ai nuk ma do të mirën. Edhe ai është armiku im. Mos më lë, do të thënë, ai
të ketë pushtet mbi meje, mbi mua. Kurse këtu është, do të thënë, kërkon mbrojtje tek Allahu që mos lër në dorën e armikut më të madh. Nefsi i njeriut është armiku numër 1. Pastaj vjen shejtani, pastaj armiqtë të tjerë. Do të thënë, pra la takilni ila nafsi. Mos më lër të mbështetur te nefsi im, që është armiku im më i madh, armiku im numër 1. Tarfat ain, as sa është mbyllja dhe hapja e syrit. Do të thënë asnjë çast mos më lër që nefsi im të më udhëheq, por më mbroti se e shpresoj mëshirën tënde. Wa aslih li sha'ni kullahu, dhe ma përmirëso gjendjen time në tërësi. Dhe la ilaha illa ant, do të thënë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Pra, kjo është lutje e fuqishme, edhe sidomos kur njeriu ndjen vështirësi ose breng dhe mërzi, i thot këto që të distancohet nga mbështetjat e vetvetja, por ta kërkoj vetëm mbështetjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, do thotë edhe në këtë gjendje të vështirësisë. Sepse në atë moment me të vërtet nefsi ka mundësi që e tërheq njeriu në rrugët e shkatrimit, kur është në gjendje që është në ngushtic, ose është në frikë, ose breng për të ardhmen, me të vërtet nefsi ka mundësi që ta bëj njeriu të shkojë në rrugët e shkatrimit. Prandaj vazhdimisht i lutet Allahut që mos jetë i mbështetur te nefsi i tij, por të jetë i mbështetja dhe përkrahja të jetë nga mëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë pashtu Imam Bukhari rahimahullah thot haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz qala haddathana Abdul Malik ibn al-Khattab ibn Ubaydillah ibn Abi Bakra قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول pra me këtë zinxhir me këta transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-karb, pra i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në vështirësi thoshte la ilaha illa Allahu al-azim al-halim, la ilaha illa Allahu rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim, Allahumma asrif sharrahu. Dhe më thanë, pra me këto lutje madhështore që i shpjeguam, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, madhështorit, madhrishmit, të butit, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të arshit madhështor, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të qieve dhe të tokës dhe Zotit të arshit fisnik. O Allah, largo ma të keqen e kësaj. Dhe më thanë, të keqen e kësaj brenge, sepse, shikoni, dhe më thanë, nuk është lutje për largimin e plot, por largimin e të keqes, se pasi në atë breng ose atë ngushtic, ka diçka të mirë. Pra, ma shto shpërblimin dhe mirësit prej saj dhe mi largot këqijat e saj. Po, kjo është në lidhje me këtë temë, pastaj ka një temë tjetër, që është lutja për istikhara. Dhe fjala istikhara, do më thonë, thjesht kërkim i të mirës, ose kërkim për ta zgjedhur të mirën. Pra, arabisht, istikhara, do më thonë, ka kërku prej Allahut, që t'ja zgjedh atë që është më e mira për ta. Thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا مطرف ابن عبد الله أبو المصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي المولى عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال دمثن جابر بن عبد الله رضي الله عنه transmetohet se ka thënë ka dhe që është transmetuar prej sahabeve të tjerë. Thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fi al-umuri kas-surati min al-Quran. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte lutjen e istikharas në secilën çështje, do të thonë që ta bëjmë në secilën çështje
Siç na mësonte surat e Kuranit. Idha hamma bil amri falyarka, do të thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është kuptimi i asaj që ka thënë, kur njeriu i vjen ndonjë nevojë, ndonjë, do të thënë, ide për ndonjë çështje, ose i vjen diçka për ndonjë çështje me rëndësi, le të fal 2 rekate, falyarka rak'ataini, le të fal 2 rekate, thumma yaqul, pastaj le të thot Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, deri në fund do ta shpjegojmë pjesë. Ka thënë pra këtu Xhabir ibn Abdullah, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istikharën si surat e Kuranit. Prandaj nga kjo dikush ka thënë se istikharja është obligim. Mirë po, argumentet tjera vërtetojnë se nuk është obligim, sepse ka në transmetim tjetër që ka thënë le të fal 2 rekate prej namazeve që nuk janë obligim. Do të thënë jo prej atyre që janë obligim, që do të thënë se ky është namaz nafile. Edhe gjithashtu sahabët pra nuk kanë qenë që vazhdimisht kanë fal istikhare, që kuptohet se është prej obligimeve. Edhe nuk është transmetuar që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të thënë këto janë argumente se nuk është obligim, por është sunet shumë i fortë. Kam thënë kjo që ka thënë siç na ka mësu surët, e kanë krahasuar me teshahudin, se po ashtu edhe aty është transmetuar se teshahudin na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si na ka mësu surat e Kuranit. Edhe kanë thënë pasi teshahudi është obligim, kjo do të thonë se edhe kjo dua ose ky namaz është obligim. Mirë po, përgjigjja është se teshahudin e kemi marrë vesh që është obligim, pasi është pjesë e namazit, dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Do të thënë faluni siç më shihni mua duke u falur. Edhe pra pasi është pjesë e namazit, është prej obligimeve ose prej shtyllave, do thotë varet cili teshahud. Kurse këtu ka thënë ne ka mësu si surat e Kuranit, kjo nuk është për qëllim për treguar se është obligim, po qëllimi është se i ka kushtuar rëndësi të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam istikharës i ka kushtuar rëndësi të madhe, sepse istikharja është me të vërtet arma e fuqishme e besimtarit. Kur ka një çështje me rëndësi, nuk ka zgjidhje më të mirë se ta kërkoj hajrin edhe ta kërkoj zgjedhjen e më të mirës, ta kërkoj nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe atëherë, si do ta shohim në fjalët e lutjes, do të thënë kërkohet bereqet i plot edhe ndihmë për kryerjen e asaj pune, dhe që ajo të ketë bereqet dhe bekim. Do të thënë këto janë të gjitha që kërkohen me këtë istikharën, për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar, i ka vënë rëndësi, siç u ka mësu surat e Kuranit, dhe po ashtu i ka mësu në mënyrë të përpikt, që ti din fjalët sakt dhe mos i përzihen fjalë, do të thonë tjetë thënia e lutjes precize ashtu si u ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë fil umur, do të thënë në çështjet ose në transmetim tjetër fil umuri kulliha. Do të thënë në secilën çështje. Na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bëjmë istikhare. Çka do thotë në secilën çështje? Qëllimi është, i kanë dhënë dietarët këto çështjet për të cilat njeriu duhet të marrë vendim në disa lloje. Nëse është për obligime ose punë të preferuara, mustahab, aty nuk bëhet istikhare. Do të thënë ajo që është obligim fetar ose obligim, do të thënë ndaj krijesave që na ka bërë obligim Allahu subhanahu wa taala, dhe punët e preferuara, ato që janë të nxitura me argumentet e Kuranit dhe Sunetit, për ato nuk bëhet istikhare. Do të thënë nuk bëhet istikhare në kuptimin ata bëj ose mos e bëj. Por bëhet istikhare nëse janë qofshin edhe obligime që nuk janë të menjëhershme, edhe ka hapësirë dhe mund të arrihen të dyja ato obligime, atëherë mund të bëjë istikhare njeriu cilin ta bëjë përpara. Për shembull,
sikur siç kanë përmendur si haxhi dhe xhihadi. Do të thënë, nëse mund të arrijë njërin një herë, pastaj ta bëj tjetrin, atëherë mund të bëj istihare e cila është më parsore për në atë moment, do të thënë. Jo, nuk bëhet istihare a ta bëj ose mos e bëj haxhin për shembull. Tjetër, ose edhe prej punëve të preferuara, nëse është diçka e madhe, do të thënë që atëherë mund, do të thënë njeriu për kohën, më herët ose më vonë mund të bëjë istihare. Për ato që janë haram, ato gjithashtu nuk bëhet istihare për to, ato nuk bëhen asnjëherë. Por për çështjet që janë të lejuara, prej çështjeve të dunjas ose të fesë, që janë të lejuara. Edhe këtu nuk bëhet për secilën. Do të thënë, qëllimi është për ndonjë çështje të madhe që do të ketë pasoja të rëndësishme pas bërjes së saj. Për shembull, siç e dini, përmendin dietarët si shembull çdo herë si martesa, do të thënë, pasi martesa është një punë e lejuar, edhe ose mund të jetë edhe preferuar, mirëpo për ta vendosur për atë person me cilin do të martohet besimtari ose besimtarja. Do të thënë, pas kësaj, pastaj kjo është ndryshim i madh në jetë, edhe ka pasoja, patjetër në jetën e dunjas edhe në jetën e ahiretit. Do të thënë, varen shumë çështje nga martesa, ose për shembull blerja e shtëpisë, ose ndryshimi i vendbanimit, për shembull, nga një vend në një vend tjetër. Do të thënë, janë punë që kanë peshë të madhe, kërkon, do të thënë, ndryshim të madh dhe kanë rezultate pastaj të rëndësishme në jetë. Për ato njeriu duhet bëj, për gjitha këto duhet bëj istihare. Kurse për punët e përditshme, për vendime të përditshme, do të thënë, mund të jetë a të shkoj sot këtu ose mos shkoj, ose nesër, ta lë nesër ose sot, do të thënë, këto janë që duhet njeriu për këto bën një lloj të istihares në dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Vazhdimisht, do të thënë, i lutet Allahut që t'ja japë për më të mirat e asaj dite. Allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu. Do të thënë, Allah i kërkoj të mirat do të thënë, të mirat që janë në këtë ditë dhe të mirat që vijnë pas saj. Do të thënë, i kërkoj më të mirat e kësaj dite. Vendimet gjatë ditës që do t'i bëj, vendimet të vogla, do të thënë, të përditshme, edhe ato kanë pasoja, patjetër. Mirpo, njeriu i lutet Allahut mëngjes për gjithë ditën, por istiharja me këtë formë që është përmendur këtu, bëhet për punë më të rralla, do të thënë, që ndodhin më rrallë dhe që kanë peshë në jetën e njeriut. Ka thënë feljarka rak'atayn. Edhe siç tham, pra let fal 2 rekate, tham transmetim tjetër për atyre që nuk janë obligim. Pra qëllimi është se namazet e obliguara nuk mjaftojnë për istihare. Do thënë, ato që 5 kohët e namazit që janë obligim nuk mjaftojnë për istihare, po duhet dhe gjithashtu edhe sunetet e rregullta, po ashtu, sunetet që janë të lidhura me farzin, përpara sunetet para ose mbrapa që falen, nuk janë prej këtyre namazeve, do të thënë, që bëhet istihare me to, por duhet të jetë një namaz vullnetar i veçantë. Do të thënë, specifik që njeriu ta ketë qëllim istiharen. Dhe lejohet në secilën kohë, do të thënë, mund ta bëjnë në secilën kohë, përveç kohëve që janë të ndaluara, që janë mas namazit sabahut dhe para namazit drekës kur dielli është në zenit, dhe pas namazit ikindis derisa të perëndojë dielli. Do thotë, veç në këto 3 kohë ndalohet namazi nafile, kurse përveç këtyre mund ta falen namazin e istihares në secilën kohë të ditës ose të natës. Dhe kur e fal, pastaj thot thumme yaqul. Pastaj le të thot, pra i fal 2 rekate dhe pastaj thot, çka do të thonë kjo pastaj? Ka mundësi që ta ketë kuptimin pas kryerjes së këtyre 2 rekateve, pasi jep selam. Mirë po, kuptimi më i saktë, wallahu a'lam, është, do të thonë, që të thot këtë
në lutjet e namazit. Do të thënë brenda në namaz. Edhe këtu thumë nuk është për qëllim, do thotë pasi ta kryej namazin, po do të thënë le të fal namaz të veçantë, nafile, jashtë farzeve dhe jashtë atyre që janë të rregullta, ti fal nafile dhe të thot në gjatë lutjes, do të thënë ta bëj këtë lutje. Edhe kjo mund të jetë në sejdë për shembull, kur është kohë e lutjes, por më e mira është që të jetë para selamit, do të thënë në fund të namazit, pasi i mbaron tashahudin, salavatet dhe ndoshta edhe lutjet të tjera, pastaj e bën këtë lutje ku thot njeriu Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, dhe përpara se dalim te lutja kanë thonë çka duhet lexojnë ato 2 recate, kanë dhënë mendime ndryshme, s'ka nevojë të përmendim të gjitha, por mendimi më i saktë është se nuk ka të caktuar. Kanë thonë i lexon këto ajete sepse përshtaten me kuptimin e kërkimit të hajrit për Allahut, ose i lexon ato ajete. Kjo përshtatshmëria në kuptim nuk mund të jetë argument se një veprim është sunet. Thënë që të thuhet se është sunet, të lexohen këto ajete ose kjo sure, disa kanë thënë, për shembull Hafidh an-Nawawi ka thënë duhet ta lexoj Qul ya ayyuhal kafirun dhe Qul huwallahu ahad, do të thënë recitin e parë dhe dytë, pas surës Fatiha, do të thënë se është shprehje e tauhidit, edhe veçimit plot ndaj Allahut, atëherë ja kërkon këtë kërkesë. Mirë po, as për këtë s'ka argument. Do të thënë këtu është përmendur në përgjithësi, falja e 2 recateve, nuk është përmendur në hadith ose ndonjë argument që të specifikoj sure të caktuara ose ajete të caktuara që falen, që lexohen në këtë namaz, dhe përshtatshmëria e kuptimeve me rastin nuk mund të jetë argument që të bëhet një adhurim i ligjshëm. Por adhurimi bëhet i ligjshëm vetëm me shpallje në Kur'an ose në hadithet e sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë lutje, shpresoj që është e qartë deri këtu. Nuk kam përzi. Në këtë lutje thot Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Do të thonë Allah, unë e kërkoj hajrin, do të thonë duke t'u afruar ty ose duke u mbështetur te dituria jote. Dhe fjala astakhir, do të thonë është folje, kurse emri i kësaj foljes është istikhara. Tham kërkoj të ma zgjedhësh më të mirën, pasi dituria jote është gjithëpërfshirëse dhe mundohem të afrohem të ti, do të thënë bëj tawassul në bazë të kësaj cilësie dhe kërkoj nga dituria jote që ti ta zgjedhësh më të mirën për mua. Wa astaqdiruka bi qadrik, bi qudratik, wa astaqdiruka bi qudratik. Do të thënë dhe kërkoj fuqi që t'jem i aftë për ta kryer atë që është më e mira, duke u mbështetur në fuqinë tënde. Ose kanë thënë disa prej dietarëve se është për qëllim mutawassilan bi qudratik, do të thënë duke bërë tawassul me këtë cilësi që është fuqia jote, ose disa kanë thënë se kjo ba këtu është për betim, do të thënë pas fuqinë tënde. Do thotë edhe këtë, pra kanë thënë disa prej dietarëve, ose është, do të thënë, si kërkimi ndihmës prej cilësive të Allahut. Pra kërkoj fuqi, që t'jemi fuqishëm dhe i aftë për kryerjen e asaj që është më e mira për mua, duke t'u afruar ty me madhrimin tënd, do të thënë me përmendjen e fuqisë tënde, ose duke kërkuar ndihmë te fuqia jote, ose si betim, do të thënë në këtë fuqi. Wa as'aluka min fadlika al-azim, dhe kërkoj nga mirësitë tua të madhrishme, do të thënë që janë të pafundme. Mirësitë e Allahut nuk kanë fund. Fa innaka taqdiru wala aqdir, sepse ti je fuqishëm kurse unë nuk jam i fuqishëm. Do të thënë Allahu subhanahu wa taala është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Edhe Allahu i sjell rezultatet dhe i sjell shkaqet. Për gjitha ato është i gjithfuqishëm Allahu subhanahu wa taala, kurse njeriu nuk është i fuqishëm që t'i sjell shkaqet me fuqinë e tij,
Por edhe nëse janë shkaqet, njeriu nuk është i fuqishëm që ta sjell rezultatin e synuar, përveç me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dhe ti di, kurse unë nuk di. Ose ti je i gjithdijshëm dhe unë nuk di. Wa anta 'allamul ghuyub. Dhe ti je i gjithdijshëm për fshehtësitë. Pra, njeriu nuk e di të fshehtën, nuk e di të ardhmen, ose nuk e di thellësinë e atyre që nuk janë të dukshme. Ka mundësi di diçka si ka thënë Allahu subhanahu wa taala për mosbesimtarët ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Do të thonë din atë që është e dukshme nga jeta e dunjas. Mirë po thellësinë e saj, realitetin e saj, nuk e din njerëzit. Do thotë për këtë shkak, pra thot robi gjatë kësaj lutje, ti je i gjithdijshëm për fshehtësitë. Do të thonë për ato pasojat që nuk mund t'i di njeriu, ti je i gjithdijshëm për të ardhmen, edhe për të kaluarën, edhe për realitetin e çështjeve, e gjithë dituria është e jotja, kurse unë nuk di. Pra me këto fjalë njeriu bën tawassul, ose siç tham, troket nderën e mbretit absolut, subhanahu wa ta'ala. Do të thënë mundohet të afrohet tek Allahu, atëherë e përmend nevojën e tij dhe kërkesën e tij, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ka thot pra, o Allah, nëse ti e di se kjo çështje është mirë për mua në fen time, në jetesën time dhe në përfundimin e çështjes sime, pra nëse në diturinë tënde është se kjo çështje, hadha al-amr, ka në tjetër transmetim se thot wa yusammi hajatahu, dhe përmend nevojën e tij. Pra këtu ose mund të thot nëse e di se, për shembull nëse flasim për shembull për blerjen e shtëpisë, nëse them atëherë thot nëse e di ti se blerja e kësaj shtëpie është e mirë për mua deri në fund. Do të thonë vetëm e përmend me emrat nevojë. Ose thot hadha al-amr, kjo çështje që është blerja e shtëpisë për shembull, është mirë për mua deri në fund. Ose, kanë thënë disa dietarë, kjo përmendja e nevojës, do të thënë është në zemrën e tij. Pra, është duke menduar për atë çështje, edhe thot, nëse e di që kjo çështje, dhe Allahu është i gjithdijshëm, do të thënë nëse ti e di, nëse është në diturinë tënde, që kjo çështje është e mirë për mua, në fen time, në jetesën time, pra në jetën e kësaj dunjaje, dhe në përfundimin e çështjes sime, që është jeta e ahiretit. Ose ka në tjetër transmetim fi ma'ashi wa ma'adi. Do të thonë në jetën e dunjas dhe jetën e ahiretit. Nëse më sjell dobi kjo, atëherë au qal, thot ose ka thënë fi ajili amri wa ajilihi. Do të thonë në çështjet ose në gjendjen time afat shkurte dhe në gjendjen afatgjate, pra më sjell dobi kjo. Këtu kam thonë, ka mundësi të dyja t'i përmend, ose njërën për këtyre. Do më thënë edhe njëherë, pra ose thot, deri te khairul li fi dini, e thot, pastaj, ose thot, wa ma'ashi wa aqibati amri, ose thot, fi ajili amri wa ajilihi. Thot këto, inshallah, kur të mësoni përmend, ose kur e keni mësuar, i caktoni cilat fjalë duhet të thuhen, ose mund të thuhen të gjitha. Do të thonë, nëse ti e di se kjo çështje është e mirë për mua në fen time, në jetesën time dhe në ahiretin tim, dhe është mirë në kuptimin afat shkurt dhe afat gjatë, do të thonë që kur e bëj këtë punë, do të thonë do të kem rezultate të mira, dhe do të kem rezultate të mira në kohë më të gjatë në jetën e kësaj bote, dhe edhe më të gjata në jetën e ahiretit, do të thonë do t'i kem këto të mira, atëherë faqdurhu li wa yassirhu li. Është në tjetër transmetim, do të thonë ma mundso, ma cakto këtë që ta bëj dhe ma lehtëso. Thumma barik li fihi. Pastaj ma beko këtë dhe mjep bereqet në ta.
Do të thënë nëse është e mirë, pra ma faqdurhu, do të thënë ma cakto prej qadar, do të thënë ma bëj të caktuar, ma lehtëso dhe ma beko këtë vepër ose këtë çështje. Pastaj thot wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharru li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, thot nëse e di se kjo vepër është e keqe për mua në fen time, në jetesën time dhe në përfundimin tim, pra në ahiret, ose ka thonë në është e mirë në afat shkurt dhe gjithashtu në afat gjatë, fasrifhu anni wasrifni anhu, më thënë ma largo këtë çështje dhe më largo mua prej saj. Edhe kjo është shumë e rëndësishme se këtu kërkon njeriu që mos i mbetet zemra e lidhur me atë çështje. Do të thënë ka dashur një punë ta bëj, pastaj nuk i është mundsu dhe kjo ka qenë hajër për ta. Mirë po, zemra nuk është shqepur prej saj. Vazhdimisht mendon se sikur ta kisha bërë, ta kisha arritur e kështu me radhë. Por prandaj thot këtu fasrifhu anni, ma largo atë mua, wasrifni anhu, edhe më largo mua prej saj. Waqdur li al-khayra haythu kan, dhe ma cakto hajrin kudo që është. Do të thënë tani njeriu mendon se kjo punë është e mirë, mirë po ti ma cakto hajrin aty ku është, sepse ti je gjithdijshëm, pra siç thamë në fillim. Waqdur li al-khayra haythu kana, ma cakto të mirën kudo që është. Thumma raddini, pastaj më bëj të kënaqur me ta. Ose në tjetër transmetim raddini bihi, do të thënë më bëj të kënaqur me atë tjetrin caktim. Do të thënë tani ti e kërkon këtë vepër që tani të ka rënë ndërmend kjo. Nëse është mirë, të mundsohet kjo. Nëse s'është mirë, mundsohet tjetra që është mirë, të cilën ti nuk e di, dhe Allahu e di, dhe gjithashtu më bëj të kënaqur pastaj me atë caktimin tjetër. Edhe ky është element shumë i rëndësishëm, siç tham, do të thënë të largohet zemra nga ajo paraprakja dhe të jesh i kënaqur me atë tjetrën që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është në lidhje me istikharën. Do të kishim dashur edhe 3 hadithe kemi, inshallah shumë shkurt. Thot në hadithin e radhës Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir, qala haddathana Sufyan ibn Hamza, qala haddathani Kathir ibn Zaid, an Abdurrahman ibn Ka'b, qal sami'tu Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yaqul, më thënë pashtu me këtë zinxhir nga Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, thot da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-masjid, masjid al-Fath. Do të thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut në këtë xhami që quhet Masjidul Fath, yawm al-ithnain wa yawm al-thulatha wa yawm al-arbi'a, u lut do të thënë të hanën, të martën dhe të mërkurën. Fastujiba lahu bayna as-salatayn min yawm al-arbi'a, dhe i erdhi përgjigja mes dy namazeve në ditën e mërkurë. Thot Xhabiri, walam yanzil bi amrun muhimun ghaidhun illa tawakhaytu tilka as-sa'a, edhe thot çdo herë kur më ka ndodhur një çështje me rëndësi dhe e rëndë, do të thonë, e madhe, unë e kam zgjedhur këtë kohë, fada'utu Allah fihi bayna as-salatayn yawm al-arbi'a, dhe i lutem Allahut mes këtyre dy namazeve ditën e mërkurë, fi tilka as-sa'a, do të thënë natë kohë, në atë orë, illa araftul ijaba, edhe çdo herë kur e bëj këtë, do të thënë e shoh përgjigjen e Allahut dhe plotësimin e lutjes. Është përmendur këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje e ka bërë në luftën e Hendekut, pasi kanë qenë besimtar të rrethuar një muaj. Atëherë është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Masjidul Fath, që është xhami në rajonin e Hendekut. Është në një kodër, si më thënë një kodrin, që është pjesë e kodrës madhe që quhet Jebelus Sala', do të thënë që është Medine, nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është zgjatet ajo kodër deri te pjesa e Hendekut, dhe aty afër Hendekut është një kodër, mbi ta është një xhami që tani njerëzit shumë e vizitojnë,
afër xhamisë Hendekut, besoj e keni parasysh ju që keni qenë këto vitet e fundit, tani momentalisht është mbyllur për ndërtime aty që bëhen. Mirë po, kjo xhamia e Hendekut, që quhet xhamia e Hendekut, është e madhe. Është një xhami e vogël në një kodrin të vogël aty. Ajo quhet Mesjidul Fath. Do të thonë, përkthimi është si xhamia e çlirimit ose e hapjes. Në këtë vend është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë pasi ka qenë ky rrethimi kundër besimtarëve, është lutur këto 3 ditë. Dhe ditën e tretë, ditën e mërkurë, ka ardhur përgjigja dhe atë natë, do të thonë, ka filluar një erë e fuqishme edhe dëmshme për mosbesimtarët, mushrikët, që kanë ngritur, do të thonë, ja ka shkul çadrat nga vendit, nuk kanë mundur të rregullojnë, do të thonë, ato vendet për të banuar, nuk kanë mund ndezin asnjë zjarr, edhe u ka derdhur enët gjithashtu, edhe i ka sjell guraleca të vegjël, do të thonë që kanë qenë shumë të shqetësuar dhe brenda natës para sabahut kanë ikë, do të thonë pas kësaj lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu ka përmendur se i ka largu Allahu mosbesimtarët me fuqinë e tij dhe nuk i ka lënë, do të thonë, pra nuk i ka lënë besimtarët që të luftojnë, por i ka largu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ka qenë lufta e fundit që kanë ardhur mushrikët të sulmojnë besimtarët. Këtë lutje që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mesjidul Fath, përmendet disa transmetime tjera se ka thonë Allahumma munzil al-kitab, sari' al-hisab, ihzim al-ahzab, Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Më thonë, o Allah, o ti që e ke zbritur librin dhe që e ke llogaritjen e shpejt, pra i merr në llogari shpejt robrit e tu, ihzim al-ahzab, do të thonë, mposhti këto grupet, pra janë mbledhur grupet shumëta për t'i luftuar besimtarët. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. O Allah, mposhti dhe dridhi, do të thonë shkundi prej vendit edhe, do të thonë në këtë mënyrë janë larguar. Ose tjetër transmetim se ka thonë ja sarikh al-makrubin, ja mujib al-muttarrin, do të thonë o ti të cilin e thrasin ata që kanë vështirësi, dhe o ti që u përgjigjesh atyre që të përgjerohen me lutje. Ikshif hammi wa ghammi wa karbi, do të thonë më largo brengël, mërzin dhe vështirësin, fa innaka tara ma nazala bi wa bi ashabi, sepse ti e sheh se çka më ka ndodhur mua dhe shokëve të mi. Kjo, do të thonë, qëllimi që është sjell këtu është se njeriu kur ka një nevojë për një çështje, duhet t'i drejtohet Allahut subhanahu wa ta'ala patjetër. Edhe është prej kohëve që është, do të thonë, përgjigjet lutja, është në ditën e mërkurë, gjithashtu mes namazit të drekës dhe ikindis, njeriu duhet të lutet për ato vështirësi që i ka. Thot Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma se çdo herë kur është lutur në këtë kohë ka pa si ka ardhur përgjigje. Në hadithin e radhës transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot isha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fada'a rajul, edhe një njeri u lut dhe tha ya badi'a as-samawat ya hayyu ya qayyum. O shpikës i qiejve, do të thonë krijues i qiejve pa ndonjë shembull paraprak, o i gjallë, o mbikëqyrës, mbajtës, inni es'aluk, të lutem, do të thonë dhe ka vazhdu me lutjen. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atadruna bima da'a, a dini se me çka u lut? Ka thonë walladhi nafsi bi yadihi da'a Allah bismihi alladhi idha du'iya bihi ajab. Pashat në dorën e të cilit është shpirti im, u lut me emrin e Allahut, që kur lutet Allahu me këtë emër, përgjigjet. Do të thonë me emrin e tij më të madh. Cili është emri më i madh i Allahut subhanahu wa ta'ala? Për këtë ka mendime ndryshme, janë 40 mendime të dietarëve, cili është ai emër, por nëse e shohim, domethënë lutje, këto që është transmetuar në disa transmetime,
kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky u lut me emrin më të madh, nëse njeriu i përmbledh ato lutje, atëherë padyshim se është lutur me atë emër. Pra ka në tjetër transmetim që duket më i plot, është se ka thonë një njeri duke u falë namaz, para selamit ka thonë, Allahumma inni as'aluk, o Allah, unë ty të lutem, bi anna laka alhamd, sepse ty të takon e gjithë lavdia. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç teje. Ja mennan, o dhurues i dhuntive. Ja bedi as samawati wal ard, o shpikës, pra emri bedi do thot krijues pa shembull para prak. Pra Allahu i ka shpikur qiejt dhe tokën pa ekzistu. Ja dhal jalali wal ikram, o posedues i madhështisë dhe nderimit. Atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam. Pra ju lutë Allahut me emrin më të madh. Që kur lutet me të, ai përgjigjet, dhe kur i kërkohet me këtë emër, ai jep. Dhe në transmetimet të tjera, do të thënë, ky transmetimi ka përfshirë më shumë. Ka tjetër që ka thënë Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa ant. Do të thënë Allahun ty të lutem se ti je Allahu, përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Pastaj janë përmendur këto emra Dhul Jalal wal Ikram, El Hayyul Qayyum. Do të thënë prandaj shumë prej dietarëve kanë thënë se emri më i madh i Allahut është El Hayyul Qayyum, sepse është emër që i përfshin të gjitha emrat të tjerë. El Hayy i gjalli me jetë absolute, që të më thënë çdo cilësi vetore e Allahut subhanahu wa taala përfshihet në këtë emër. Edhe El Qayyum, mbajtësi, do të thënë çdo cilësi veprore e përsosur e Allahut subhanahu wa taala përfshihet në këtë emër. Prandaj kanë thonë se ky është emri më i madh. Dhe kjo është përmendur në shumë ajete. Do të thënë thot Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Do të thënë Allahu është ai përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, ai është i gjalli, mbajtësi ose mbikëqyrësi. Ose në fillim të surës Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Do të thënë gjithashtu kuptimi i njëjtë. Në surën Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Do të thënë dhe ju nënshtruan fytyrat të gjallit, mbajtësit, mbikëqyrësit. Dhe emrat të tjerë, do të thënë, ndoshta Allahu a'lem, mendimi më i saktë është një prej mendimeve të dietarëve është se kjo që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju lut Allahut me emrin më të madh. Kjo cilësi, emri më i madh, nuk është për qëllim krahasimi me emrat e tjerë. Por qëllimi është se secili emër i Allahut është emri më i madh. Do të thonë çdo emër, prandaj Allahu ka thënë walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Do të thënë Allahu i ka emrat e bukur dhe lutjuni atij me këto. Por si thamë, nëse lutet me këto lutje ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky u lut me emrin më të madh, atëherë e përfshin atë që është ku përmendet Allah, ku përmendet la ilaha illa Allah, ku përmenden El Hayyul Qayyum, Dhul Jalali wal Ikram, Badi'u s-samawati wal ard, edhe Mennan. Do të thënë këto janë disa lutje. Prandaj nëse i përmend këto njeriu në fillim të lutjes së tij, atëherë është lutur Allahut me emrin e tij më të madh. Tjetër hadithi i fundit që do ta lexojmë sot është hadithi që transmetohet nga Abu Bekri radhiyallahu anhu. Abu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Do të thënë më mëso një lutje me të cilën do të lutem në namazin tim. Edhe kjo lutje është prej këtyre lutjeve që sahabët i kanë kërkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mësojnë. Do të thënë si ti luten Allahut subhanahu wa taala, edhe pse këtu bëhet fjalë për Abu Bekrin radhiyallahu anhu, njeriu më i mirë i gjithë njerëzimit pas pejgamberëve, ka kërku t'ia mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është më i miri dhe më i madhi i njerëzimit, sepse e ka kërkuar udhëzimin te shpallja nga Allahu subhanahu wa taala, nuk e ka shpik nga vetja, edhe pse ai ka qenë orator dhe gjuftar dhe
do të thënë ka ditur të shprehet, edhe ka pas kuptime të fesë, mirë po, ka kërku që t'ja mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. O Allah, unë i kam bërë padrejtësi vetes me shumë, do të thënë i kam bërë padrejtësi të shumta vetes, wala yaghfiru dhunuba illa ant, dhe nuk i fal mëkatet askush pos teje, faghfir li min indika maghfira. Faghfir li maghfiratan min indik, do të thënë më fal me një falje prej teje. Edhe kjo do të thënë me falje madhështore. Kur thuhet një falje prej teje, do të thënë një falje gjithëpërfshirëse për të gjitha mëkatet, innaka antal ghafurur rahim, ti je falësi i madh dhe mëshiruesi absolut. Pra kjo është një lutje që thuhet këtu, ka thënë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, në namazin tim. Edhe kjo, edhe për këtë mund thuhet që bën këtë lutje ta bëj njeriu edhe në sejdë, edhe në fund namazit, para selamit, pasi ti ke thënë edhe salavatet, është prej lutjeve që thuhen në namaz. Edhe gjithashtu është tjetër transmetim që ka thënë lutjet që do të lutem në namazin tim dhe në shtëpinë time. Pra mund ta përdor njeriu edhe jashtë namazit këtë lutje, edhe është lutje me kuptime madhështore. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na i bëj të dobishme atë që na e ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi, na shtoj deturinë, ta përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lart të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.